Problemi është i dyfesht. Njëra në anë, Kurti është i trajtu numrat demokracisë si tirani. Kjo nuk është thelbi demokracisë. Për ndryshe s'ka kuptim, heq me ekzistu opozita. Nëse ti thu unë i kom fitu 51%, po shkojmë të shtëpia dhe po të presim deri në herën e ardhshme dhe flasim. Pra, kjo qasje është në thelb antidemokratike. Problemi që po ja mundsojnë Kurtit mu dok mirë, është ta pazargjit. Këta të cilët njëherë për i thojnë jo, mas ne i po shkojnë për lypin për veti shumë, mas ne i peqojnë vendin në zgjedhje, edhe kur peqojnë vendin në zgjedhje, dhe kanë kuptu që populli i Kosovës nuk ka ndryshu në orientimet politike, tash po thojnë na herën e ardhshme rrim. Herën e ardhshme bëjmë edhe marrëveshje, po thojnë. Veç amanit koft, mos e konstitua ku vendin dhe krijo qeverinë. Kush petot breqërim në sall kush? Arjan Tahiri e ka thonë në emision të para 2 nete. Bedri Hamza para 2 nete tha që duhet marrëveshje gjithë përfshirë se tha dojmë marrëveshje edhe për qeveri dhe për kuvend para se më shku të presidenti. Vjosa Osmani Lumira Abdigjiku të njëjtët. Pse kemi shku në zgjedhje? Dhe ftesa jonë është e qartë. Njerëz të cilët jetojnë nëpër lagje shtrejta, njerëz të cilët i hekim fëmijët nga shkollat publike, njerëz të cilët shohin Prishtinën për lokaleve shtrejta, që është Turani Ismaili. Këta nuk e kanë për kauza politike, këta e kanë për rahatin e vetë. Dhe në rregull është, le t'i kallëzojnë qytetarit Republikës dhe votojnë qytetarit këtë të daj. Detyra jonë është mi thonë që vendi ka rrezik serioz me jetë pa opozit. Qysh kemi qenë 5 vjetë pa opozit? Pse kjo strategji, Dardan, nuk është që e keni me komplet PDK-n, i keni me disa individ. Për shembull, në PDK e kemi Urani Ismailin. Pse? Sepse klika e tij e ka marrë peng partinë. Të din, për shembull, një proces. Procesi i parafrimit me Limajn. Këta kanë kurzu në parambledhje që nëse merrni Limajn, na as nuk futemi fare në lista. Nuk është votu fare në mbledhjen e partisë. Ky është, domethënë, zyrtarisht nuk është thënë asnjëherë, është aluduar që të mund të ketë ndodhur. Nga ana tjetër, klika e një pjesë e madhe e klikës kanë thonë jo vëlla s'është ashtu, po kryetari ka marrë vendimin në kryemvjetër. A është votu mbledhja e kryesisë? S'o votu. Po çu morë vendimi. Vetëm se kryetari i merr vendimin. Jo, përbes. Ka ndryshi, ka kryesia i ka kompetencat e veta. Kryetari ka kompetencat e veta. Unë të sfidoj ty, si gazetar, po i sfidoj PDK-n ma shumë se sa ty. Let ma shkruaj nenin në të cilin vendoset për koalicione, ose për bashkëpunime, ose për shkrije që kompetencë e kryetarit. Nuk ekziston, se e humbshyrë. Është kompetencë e kryesisë e miksuar me Këshillin Drejtues. Prandaj po them, unë nuk kam problem me njerëz pse janë opozitar. Kush e drejton Këshillin Drejtues? Kush e drejton? Kush e drejton kryesin? Po pse me pas atë drejt vote? Pe i bojmë do forume pa drejt vote. Këta akuzojnë Albinin që nuk i lën njerëz tjerë, ta pe bojmë vetë si Albini.